Rikthehemi në studio për të diskutuar në lidhje me aktualitetin politik dhe gjithë vazhdën e asaj që do të bëjë opozita, një kohë që ka njoftuar dhe datën 10 shkurt të radhës për protestën kombëtare, në një kohë që simpatizan mbështetës për edhe ata që janë elektorat gri duket se po i bashkojnë kauzës së Partisë Demokratike. Në këtë moment Luciano Boci, deputet i Kampi Demokrat, na bashkohet në studio. Faleminderit që jemi. Është lancuar data 10 shkurt nga Kampi Demokrat, nga zoti Berisha për protestën tjetër kombëtare. I kënaqur nga ato që kaluam? Patjetër, ka ritëm, ka frekuencë të shtuar, po shkojmë drejt protestave të qëndrueshme, të natyrave dhe të pamjeve të ndryshme, nuk ngjasojnë me njëra tjetrën. Krahas kësaj ka pasurime shfoltoria, betejë që bën grupi parlamentar në sallën e parlamentit, edhe kur parashtron teza apo kritika apo qëndrime caktuara, dhe kur bën ato betejat që i kemi parë, por që do pasurohen në vazhdimsi edhe me forma dhe mënyra tjera të qëndrimit të grupit parlamentar, duke e rakorduar me gjithë situatën protestuese, sepse në shoqëri duam s'duam ka një vokacion protestues, revoltues, ndaj gjithçkaje që po ndodh. Normal, opozita e merr, kapitalizon, i jep formë politike, e shndron në tezë politike apo në teza politike, por e rëndësishme është që kjo nuk vjen nga një boshllëk, nuk është thjesht do opozita të dali e shkrepur që të marri pushtetin në këtë lloj forme dhe po bën protesta. Jo, është zemërimi qytetar, është kjo bashkësi zemëruese që bën që opozita të jetë në pozicionin e shprehjes së interesit qytetar. Dhe pse ka dalë qytetari? Korrupsion, galopant, në gjitha format, arbitraritet qeverisës, zëvendësim i institucioneve shtetit me zyrat private, në bashkëpunim me krimin e organizuar, dorëzim i dhënave i gjitha sekreteve që mund të ekzistojnë të mundshme në Shqipëri, që sot nuk ka sekret fare, nuk ekziston as privatësia, as dhënat personale, as dhënat kombëtare, madje janë dorëzuar, sikurse, më thënë, një themi keq qeverisje në ato forma dhe mënyra që nuk i kemi parë, rënje e nivelit ekonomik, rënje e sigurisë ushqimore në mënyrë drastike, nuk ka siguri shëndetësore në Shqipëri, ka themi kujdes për arsimin është në pikën më të ulët mundshme, dhe kjo ka krijuar të gjithë këtë lloj atmosfere që shfaqet kudo, në forma dhe jo protestuese të grupuara, por në protesta të vogla, tavolinash, familjesh, reagimesh, prononcimesh, sepse këtu edhe fjala e lirë është munduar të qethet, goditet, censurohet, në një formë apo në një tjetër është munduar që ky regjim të instalojë dhe frikën tek njerëzit që ata vetëm të mendojnë, se të menduarin se marrin dot, në fakt nuk e censurojnë dot, por mos e thonë, mos e flasin. Ndërkohë që forma e shprehjes tyre ka gjetur pikërisht konveniencë themi me mënyrën si i thret opozita, prandaj është e saktë që ajo që thatë numri i pjesëmarrësve është shtuar, data 22 me datën 24, pritet dhe në fakt ka pasur dhe reagime, është dashur të ishte edhe më shpejt nga qytetarë dhe nga njerëz që militojnë në strukturat e Partisë Demokratike, më shpejt se data 10, por pa data 10, më pas kemi frekuencë të shtuar, me qëllim që ky zemërim të shpreh dhe të shndrohet në një domosdoshmëri për zgjidhje politike. Pra të kalohet në një qeveri pavarësisht e emrit, që të realizojë dy reforma të mëdha. Kemi dhe kërkesa nga partitë e tjera opozitare, të krijohen kushtet dhe rrethanat që në Shqipëri zhvillohen zgjedhje të lira të ndershme dhe ky themi shndrim politik ose kërkesë nuk është shndrim politik thjesht që ka ndrim të forcave politike, ka shndrim në raport me votën e lirë dhe vullnetin e shqiptarëve. Sepse një nga arsyet kryesore që kemi këtë keqeverisje, korrupsion, mungesë dhe drejtësie, është fakti që vullneti nuk është shprehur në mënyrë të saktë dhe të drejtë, por është grabitur dhe normal kjo grabitje sjell këtë mos përputhje me detyrimin që ka një qeverisje ndaj qytetarëve. Pra, gjithçka do rregullohet vullnet dhe në fund fare pasi ushtroi veprimtarinë e saj dhe të realizohen këto zgjedhje,
kush forcë politike fiton zgjedhjet, si rezultat ketë të drejtën qeverisë në bazë të këtij vullneti të lirë. Kjo është ajo që po kërkohet dhe po e kërkojnë Partia qytetarët. Demokratike tashmë po krijon një frym apo po shohim që po shton në numra pjesëmarrësit në protestë, duke i dhënë një qasje tjetër edhe atyre që janë skeptik për Partinë Demokratike? Po krijon frym, fryma ekziston, fryma duhet marrë edhe duhet ndezur. Për mendimin tim, kjo është dhe është detyra e forcave politike që ta lexojnë frymën, sepse nga hiçi nuk e krijon dot. Dhe duhet ta ketë pjesë të betejës saj, dhe në fakt kjo ka bërë që edhe mbështesit të shtohen. Kjo frym e krijuar, ky reagim, ky lloj solidariteti politik dhe qytetar ka bërë që edhe shumë njerëz të tjerë përtej Partisë Demokratike në këto momente, apo jo votues në zgjedhjet e fundit, të jenë pjesë e aksionit të Partisë Demokratike. Të opozitës, në fakt, nuk duhet patjetër t'i japim për ego personale këtë emërtimin dhe atashimin, patjetër politik, po është lokomotiva, dihet Partia Demokratike është partia më e madhe, por unë them që kundërshtia është, opozita është qytetare në radhë parë, dhe në fakt është shprehur, është qytetare, është përtej dhe Partisë Demokratike, po është edhe përtej Partisë Demokratike, është shprehur dhe kjo, dhe përmbledh të gjithë frontin opozitar. Prandaj, unë iniciativën e forumit të iniciuar nga zoti Asimja e kam parë, domethënë, si një produkt të shumë rrethanave dhe si një kulm revolte, sepse vjen në kohën e duhur? Në kohën e duhur dhe jo, në kohën e duhur vjen pasi ajo që shoh unë për shembull është reagimi i mendimit intelektual. Nuk po e them i gjithë intelektualëve, se ata janë një përfaqësi i mendimit intelektual. Mendimi intelektual në Shqipëri ka qenë konformist. Është konformuar gjithmonë me qeverisjet, nuk ka pas fyt zot kundërshtoj, është afiluar me pushtetin, për shkak se është mbajtur gjithmonë në trysni, në shtypje është mbajtur mendimi intelektual në Shqipëri. Në kohën e Partisë Socialiste që kur ka pushtet apo të gjithë qeverive të pas-19-s? Jo të qeverive, jo. Unë kam përvojë, jo. Vi nga rrethe intelektuale, nuk po e konsideroj veten akoma, sepse unë jam politik edhe jam politikan tani edhe ka një lloj ndryshimi politikani dhe intelektuali. Ka ndryshim vetë para asaj kohe kam qenë prezent ku takimet, jo, fare, ku takimet më të rëndësishme të Partisë Demokratike kanë qenë takimet me intelektualet. I kam përjetuar vetë, i kam iniciuar vetë, i kemi bërë. Takimet me intelektualet kanë qenë ato që jepshin vlerën, në fakt dhe ishe një lloj testimi sa mbështetje kishe nga ky grup që thash është konformist në natyrën e tij dhe ti lexoje shumë mirë avantazhin apo dizavantazhin. Dhe kemi pas takime shumë të mira dhe un kam një sfidë, jo për ty, se duket sikur e bëjmë bashkë bisedën dhe shpesh të bëjnë një sfidë vogël. Një takim me intelektualet që ka bërë Rama. Të kujtohet, thjesht kujtohet, jo fare, sepse nuk i konsideron. Do këtë bërë me patjetër, pas e ka qenë dyert mbyllura. Mos quajt, me dyert mbyllura dhe sekret. Jo sekret, me dyert mbyllura. Me dyert mbyllura, po nuk po them... Se kemi dhe intelektual shumë të mirë, formuar që mendojnë ndryshe nga ju, por që mund t'i përqasen... Dakor, pra, takim, ideologji. Takim publik, edhe dyert, le t'jenë të mbyllura, po në tavolina me 3-4 veta, po nuk quhen takim, apo quhen takim me konferencën e rektorëve, takim me intelektualet. Jo, ajo është gjë tjetër, atë janë konferenca për media, është gjë tjetër. Institucionale, ato janë intelektualet, më të mirë, madje, por nuk do thotë që Rama është takuar me intelektualet. Takosh dhe trash mendime, ti lejosh ata të flasin, të kritikojnë, të korrigjohesh. Pra, më përpara këto takime janë zhvilluar, thash, meqense se ta marrim e zauruam këtë pjesë, besoj, çka ka ndodhur para 13 vitesh, dalim tek pjesa e mendimit intelektual. Pra, unë këtu e shoh vlerën, për të parë ka një konvergim opozit intelektuale, qytetare dhe politike. Janë të treja bashkë, të shprehura. Dhe ka një domosdoshmëri, pra, për të qenë bashkë me qëllim që të arrihet ai qëllim. Mos harroni një element që këto intelektual që u ofruan për këtë forum, thënë këtë lloj forme, erdhen ata tek ju, jo se i kërkuat ju në momentin që ne flasim. Jo erdhen ata janë autonom dhe kanë bërë thirrje për partitë politike. Për mendimin tim kanë dalë mbi partitë politike në këtë rast, sepse thirrja e tyre është e pavarur, organizimi i tyre është i pavarur.
është ai mendim I cili kërkon që ta thuash në një formë tjetër, kërkon të nënshtroj mendimin politik, ose ta pajtoj mendimin politik më sakt, ta uli në një tryezë me qëllim që t'i lenë më njanë ato diferencat, konfliktualitetet, diferencat jo vetëm të numrave, por edhe tezave politike dhe ideologjive politike kanë thënë madje, ka përcyer edhe një shkallë më lartë dhe të bëhen bashkë sepse jemi përballë një të keqe politike, e cila ka ndjek një rrugtim të zbukuruar edhe mediatikisht që duket sikur është rrugtim normal, është anormal politik, sepse një rrugtim anormal pjell një rezultat anormal, siç është situata anormale në Shqipëri dhe që ka sjell këtë lloj reagimi dhe e gjithë kjo e keqe duhet shembur. Dhe simboli I keqes normal që është qeverisja, normal që është kryeministri, normal që është korrupsioni që ato kanë aplikuar. Janë këto të përbashkëta që I keni ju si front opozitar, por edhe si parti opozitare? Këto janë të përbashkëtat që bashkojnë njerëzit e thjesht, njerëzit intelektual, qytetarët në tërësi që bashkojnë edhe forcat politike, sepse forcat politike nuk janë autonome, nuk janë ishuj në një shoqëri, janë refleksione në një formë që quhet politike të problemeve që ka shoqëria. Dhe këtu është një përputhje e qëllimit. Qëllimi kryesor është qëllimi I ndrimit situatës, I